që nga 15 priti deputetët e Kuvendit të Kosovës po dështojnë të konstitutojnë Kuvendin. Kuvendi meti i pa konstitutuar, ndërsa partitë politike vazhdojnë të hedhin fajin tek njëra tjetra për situatën e krijuar. Përplasjet nëpërmjet partive politike vazhdojnë me akuza të ndërsjellta për ngërçen institucional. PDK dhe AAK kanë refuzuar kandidaturën e Albulena Haxhiut për kryetare të Kuvendit, ndërsa LDK-ja ka deklaruar se zgjedhjet mund të jenë vetëm përmes një marrëveshje politike. Pavarësisht ftesës për koalicion që vetëvendosja i kishte bërë LDK-s javë më parë, e që e kishte refuzuar, tani nga VV-ja po theksohet se nuk kanë më nevojë për partner për të përfunduar konstituimin. Tash Kuvendi është 120 deputetëve dhe duhet të konstituohet nga 120 deputet. Aty nuk ka më nevojë për partner, secili e ka pjesën e vet të përgjegjësisë, ka deklaruar Besnik Bislimi, zëvendës kryeministri në detyrë, në një intervistë për Deutsche Welle. Sipas tij, nuk ka krizë qeveritare në Kosovë, por ka pengesë në zgjedhjen e kryesuesit së Kuvendit. Nga radha e VVV-s nuk ka sinjale se do të tërhiqen nga kandidatura Albulena Haxhiut, as nga propozimi për ndryshimin e formës së votimit për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Haxhiu në të gjitha randet e votimit nuk ka arritur të sigurojë më shumë se 57 vota, ndërkohë që për zgjedhje i nevojiten 61. Gjersa lëvizja vetëvendosje nuk po heq dorë nga Albulena Haxhiu, propozimin për një emër tjetër ka pasur nga Alianca e Ardhshmërisë së Kosovës. Kryetari i kësaj partie Ramush Haradini ka deklaruar se Shipe Selimi, Saranda Bogujevci dhe Glauko Infuca janë emra që mund të marrin dritën jeshile nga partia e tyre për të bërë kryetar të Kuvendit. Bota sot ka kontaktuar Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës rreth emrave të tyre që do të votonin në rast të ndryshimit të emrit të Albulena Haxhiut. Lidhja Demokratike e Kosovës ka hezituar të përgjigjet, mirëpor i kujtojmë se ata kishin deklaruar se edhe nëse VV ndryshon kandidat për krye parlamentar, nuk do ta votojnë. Sepse ne nuk e kemi lidh rolin tonë në votimin me emrin e përveçëm, ne kemi thënë për parim, duhet me kriju partitë e para shumicën për me bë zgjidhje politike, ka thënë kryetari dhe deputeti LDK-s, Lutfi Haziri. Nga anën tjetër, Partia Demokratike e Kosovës jemi dritë jeshile për Glauko Infucën, ish kryetarin e Kuvendit. Nahit Hasani nga PDK-ja ka thënë se ai ka maturi politike dhe se kryetari i Kuvendit duhet të ndërtojë ura bashkëpunimi. Ai ka dëshmuar se kupton rolin e Kuvendit si një pushtet i pavarur dhe jo si një zgjatimi i qeverisë. Në këtë fazë po kalon Kosova, ne kemi nevojë për një kryetar Kuvendi që ndërton ura bashkëpunimi dhe respekton pluralizmin politik, jo për dikë që e sheh Kuvendin si aren përballje ideologjike apo si instrument për kontroll politik.